mision do jetë gjysmë errësirë, sepse unë nuk arrit do të kontrolloj asgjë. Po çon si ka, jeta është e vështirë dhe ne mësojmë me vështirësi. Të vazhdojmë kështu që jemi. Me këtë ta filloj me Sebastianin, me që është gazetar plus politolog, analist, e gjeni çdo ditë në MCN TV. Dhe pastaj vazhdojmë me Marsit Gupin, që është pedagog, jurist, avokat penalist, pedagog te Marin Barlethi. Sebastian, një marrëveshje ushtarake ka firmosur Serbia me Hungarinë. Kjo vjen vetëm pak ditë pasi ishte firmosur një marrëveshje midis Kroacisë, Kosovës dhe Shqipërisë. Pritej në fakt ishte edhe një vend tjetër i tretë në aleancën ushtarake serbo-hungareze. Normalisht pritet të ishte Slovakia, në mos gaboj. Po Slovakia ende është në dilemë, do ta firmosë apo jo? Sepse erdhi një herë, ishte po ta shohësh me kujdes, erdhi në Ballkan dhe krijoi një linjë tjetër, ka një linjë tjetër. Nuk e dia do e mbaj dot atë linjë Slovakia. Nëse shohim, do të kujtuar që në Slovaki janë duke udhëhequr, është duke udhëhequr edhe djathtë apo jo? Po, e vërtet. Jo, është i majt, por është i majt populist kryeministri slovak. Është i majt ai. Po, është i majt populist. Po, i majt populist. Fico, po. Unë shoh një linjë gjermane, po e shoh në një kuadër Jo, më jep një lajmin dhe pastaj ta komentoj. Okej, në rregull. Kemi marrëveshjen. Se shumica e njerëzve nuk e dinë ore. Kemi marrëveshjen e dy vendeve të NATO-s, që jemi ne dhe Kroacia, dhe kemi futur Kosovën, e cila ka prani të NATO-s, e kemi futur në një marrëveshje ku pika 3 e marrëveshjes, ajo që ka rëndësi, është ka operacionalitet të përbashkët në raste të sulmeve kibernetike apo të dezinformimeve. Ajo çka e ndryshon stadin deklarativ që ka qenë më herët në këtë marrëdhënie është pika 3 që tregon operacionalitetin. Pra, vetëm kjo është ajo çka i jep një qasje ndryshe. Bravo, më erdhi ekrani. Në krahun tjetër kemi marrëveshjen mes Serbisë dhe Hungarisë, ato e kanë deklaruar edhe në 2023-shin, kanë pasur një marrëveshje strategjike me njëri tjetrin. Aktualisht që flasim, ka një ripozicionim të Hungarisë në Ballkan, duhet të theksojmë se kemi rreth 300 trupa të forcave speciale që kanë mbërritur në Republikën Srpska, kemi rreth 17 servitje, 17 apo 19 servitje ushtarake që i ka bërë për gjatë 2 viteve të shkuara me Serbinë, dhe përkundrejt 2 vendeve anëtare të NATO-s që jemi ne, me një vend të tretë që është Kosova që kemi bërë partneritet, kemi gjithashtu edhe partneritetin mes një vendi anëtar të NATO-s që është Hungaria dhe një vendi jo anëtar të NATO-s që është Serbia. Çfarë ndryshon dhe çfarë në mendimin tim është duke lëvizur në këtë mes? Duke parë ndryshimet që janë duke ndodhur në skakierën politike evropiane, shohim që Gjermania ka ndërmarrë masat që linja e saj që vjen nga Shqipëria, ngjitet sipër në Kroaci, shkon drejt Slovenisë dhe zbret në Austri dhe në Gjermani, ka siguruar linjën e saj dhe një korridor. Ky po të shohim ka dhe një lloj presioni tek korridori blu që zbret deri poshtë në Greqi, ka tensione në Mal të Zi për shkak të një ndërhyrje ruse, le të themi që ka blerë një pjesë të Bregdetit, por ajo që mund të shohim, në qoftë se e shohim gjeostrategjikisht, është kthimi i Adriatikut në liqen të NATO-s dhe pjesa slave, pjesa serbe nuk zbret poshtë. Në kuadër të Hungarisë dhe të Serbisë, unë e shoh më shumë si një lloj deklarate që bëhet kundër Bashkimit Evropian, pasi Hungaria është në NATO dhe nuk lëviz dot me informacione për t'i dhënë Serbisë në raste kur ka probleme, sepse unë bëj dhe partneritet me një vend tjetër në Kenian, po e themi në Afrikë, por duke qenë vend antar i NATO-s me vend jo antar të NATO-s, sasia e informacionit që ti ke, që t'jepet në kuadër të NATO-s, nuk ja jep dot një vendi që nuk është antar i NATO-s. Pra këto janë protokolle sigurie që zbatohen. Në këtë aspekt shohim 2 vende të cilët kanë një linjë anti-Bruksel sot që flasim, siç është Beogradi dhe Hungaria, të cilët përdorin, thonë që ne nuk e shohim rrezikun rus siç e shihni ju të tjerët, pra nuk e kanë linjën e rrezikut rus siç e kemi ne pjesa tjetër e Ballkanit apo Balltikut. Ndërkohë Ledio ka dhe imazhet, ndërkohë i Tiflet Ledio mund të tregojë imazhet e Dodikut, edhe s'ka lidhje direkte me Serbinë, po edhe ka. Por ishte ta lidhur me Putinin. Pikërisht, për ta lidhur me Dodikun. Vajtja e Dodikut. Dodiku për ata që se dinë është kreu i Republikës Srpska në Bosnjë. Republika Serbe në Bosnjë aktualisht që flasim është potenciali më i madh për të pasur luftë në Ballkan. Ishte në Izrael për të treguar që ky mund t'i thyej sanksionet ndërkombëtare. Në Izrael i thanë dëgjoj, po doli ai urdhër arresti i Interpolit, duhet na ikësh sepse do na hapësh shumë telashe. Dhe ku shkoi? Shkoi në Moskë. Bëri edhe një fotografi, doli edhe në një video për të treguar se unë jam në Moskë.
Pyetja që shtrohet është ku i ka çuar parat? I ka çuar në Serbi apo i ka çuar në Moskë? Prit, do flasim për Dodikun pak, po do të marrë mendimin e mentorit dhe pastaj të Marsitit. Mentor, është ere, a trëm njeri kjo marrëveshja që kanë firmosur Hungaria me Serbinë, a trëm njeri në Ballkan dhe në Europë? Ja, nuk besoj. Këto janë të gjitha efektet të tronditjes që po shkakton ideja e çangazhimit të Shtetet Bashkuara të Amerikës në politikën europiane. Dhe natyrisht që palët përpiqen që të strukturojnë marrëdhënie, të diversifikojnë marrëdhëniet e tyre, të ndërtojnë aleanca, të cilat mund të përballojnë sfidat e së ardhmes. Tani, në rastin e kryesore për ta thënë, më fal, është natyrisht që çështja e sigurisë. Tërheqja komplete e amerikanëve nga NATO. Tërheqja e amerikanëve krijon një lloj vakumi. Këta po bëhen gati në Ballkan. Me Greqia lajmëroi që në 10 vitet e ardhshme do investojë 25 miliardë euro sepse për armatimin. Është shumë interesante edhe rasti i Greqisë, sepse Greqia ishte shndërruar pothuajse në një bazë të madhe ushtarake të amerikanëve. Duke parë një tërheqje të amerikanëve, dhe ata e shihnin amerikanët si një garanci në raport me Turqinë. Duke parë tërheqjen e amerikanëve dhe mungesën e një lloj sigurie dhe garancie për Greqinë, ata kanë filluar që të kërkojnë aleanca të tjera. Kemi parë edhe intensifikimin në fjalë, se në letra nuk është tërhequr fare, fizikisht nuk ka tërhequr akoma. Jo, në deklarata është, në retorikë. Flasim për pritshmëritë. Po, pra. Dhe Greqia duket që kërkon partneristet strategjik edhe me Izraelin e kështu me radhë. Pra është një çështje. Nga Izraeli do blende armë duket. Është një çështje vete. Në rastin e Ballkanit, natyrisht që vakumi që mund të krijojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës, se jemi duke folur me IFA, me potencialisht. Po, patjetër. Natyrisht që kanë nxitur palët të shohin alternativa të ndryshme. Dhe krijimi këtyre mikromekanizmave të sigurisë duket se është diçka që i përket së ardhmes. Pra nuk do jetë diçka që do ndodhet vetëm në Ballkan, por do shtrihet edhe në rajonet tjera, mund ta shohim shumë shpejt në Balltik e kështu me radhë. Po, ama ndërtojnë mbi premisën nëse NATO do ketë shpërbërje dhe nëse nëse mbi kjo premisë çfarë vlerë kanë? Jo, nuk janë mbi këtë premisë, janë mbi premisën e mekanizmave përplotësues të NATO-s. Tu nuk krijojmë aleanca të cilat janë alternative ndaj NATO-s, por janë mekanizma që në kuadër brenda kornizës së NATO-s intensifikojnë bashkëpunimet bilaterale ose trilaterale ose më shumë multilaterale ndërmjet palëve, të cilët shohin një politikë që i bashkon në mënyrë të natyrshme palët. Tani, këtu dua të vi. Nëse në rastin e Kosovës, Shqipërisë dhe të Kroacisë, ne kemi një kemi një marrëveshje në fushën e mbrojtjes, e cila është krejtësisht e natyrshme sepse reflekton një aleancë politike të qëndrueshme ndërmjet aktorëve. Në rastin e marrëveshjes ndërmjet Hungarisë dhe Serbisë, këtu kemi me një problem, kemi të bëjmë me një problem fundamental. Pse? Sepse palët ndodhen në pozita të ndryshme. Hungaria është një vend antar i një bloku të caktuar politiko-ushtarak, si rasti i NATO-s, ndërkohë që Serbia është një vend neutral në pikpamje ushtarake. Dhe kjo e bën këtë lloj kooperimi, nëse ngrihet mbi perspektivën e një aleance të mundshme, të panatyrshme. Deri tani jemi në kushtet e marrëveshjeve të bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes, çka janë krejtësisht normale, nuk ka asnjë lloj shqetësimi. Por nëse e shohim si një aks aleance që i kundërvihet një aleance tjetër në rajonin e Ballkanit, atëherë nuk është e natyrshme, sepse Hungaria dhe Serbia nuk kanë një aleancë politike tradicionale. Kanë edhe tensionet e tyre për shkak të Vojvodinës e kështu me radhë. Kjo aleancë mbështetet më shumë tek marrëdhëniet e ngushta që kanë dy personazhe politike, që është presidenti Vučić dhe kryeministri Orban, dhe nuk e di se sa mund t'i rezistoj kohës nëse vitin e ardhshëm Orban nuk është më kryeministër dhe gjasat janë që, me sa duket, Orban vitin e ardhshëm do e ketë vështirë që të mbajë pushtetin. Atëherë duke vazhduar këtu. Dhe gjithë deri para një sondazhe. Jo, tani nuk është më i pari në sondazhe është Magyar. Okej. Është rivali i tij. A ka dalë rivali i tij sipër? Duhet konfirmuar kjo, është e sigurt me to? Atëherë duke nisur nga ky fakt logjik, unë do ta shtroja me pyetjen kujt i shërben. Ajo që thanë të dy kolegët janë fakte të drejta, të logjikshme dhe qëndrojnë, ama unë do ta nis me premisën kujt i shërben politikisht. Si raport fortë. Dhe nëse mundesh nëse të vjen ndërmend gjë, sepse nuk kam se të shtritim kaq shumë të vuash. Jo, na thuash se shënam son antikitetin. Po mund kujtohet më pas edhe mund ta them. Nga lufta e Peloponesit. Po,
Unë mendoj që këtë lloj marrëveshje po e përdor për të rritur kapitalin dhe aksionet politike Viktor Orban. Për shkak të kësaj situate problematike e cila ka, është gati mandati 4. Është i 4 i ky Orbanit. Që nga 2010-a. Po. Sa i bie? Sa i bie? Do konkurroj për mandatin e 5. Ky është i 4 i është sigurt. Është mandati 4, dhe do konkurroj për mandatin e 5. Dhe me drejtë siç e tha dhe mentori, nuk është se këto dy vende kanë një bashkëpunim organik, pra në kuptimin e politikave ekonomike, politikave ushtarake, e precedentëve historik midis raporteve midis këtyre dy vendeve. Ajo që i përbashkon sot, le ta themi, është edhe pjesa që janë filorus dhe njihet afilacioni tyre me Putinin, afiniteti politik, gjithashtu i përbashkon edhe autoriteti politik. Të dy liderët janë lidera e gjatë, njihen për autoritetin e tyre në mënyrën se si ushtrojnë pushtetin, dhe një vend i cili është vend antar i NATO-s, siç e tha dhe zoti Beqa, me një vend i cili nuk është vend antar i NATO-s, siguria dhe politika e sigurisë për Hungarinë, unë mendoj që nuk është në një marrëveshje domosdoshme për të garantuar sigurinë, qoftë ushtarake, qoftë në rendin e marrëdhënieve me vendet e tjera. Nëse do e marrim nga premisa që po i paraprin në një kohë shumë afatgjatë shpërbërjes së një aleance me qëndrimet që po marr sot Amerika, mund të jetë një lloj marrëveshje e cila krijon parakushte për të pasur aleanca të reja. Në këtë premisë flasim sot, në këtë kontekst unë mendoj që është vetëm në favor të Hungarisë, e vetëm gjë që përbashkon është autoriteti dhe afiniteti me Putinin, dhe unë mendoj që në këtë lloj forme Orbani mundohet të rrisë ndikimin e tij dhe mundohet që ta shesë si aksion politik për treguar forcën e tij dhe brenda vendit të tij në Hungari. Në fakt a jemi në fillimet e konceptit të Europës me miqtë e mi që kam në Hungari, me cilët kam kontakte, realisht situata për Orbanin është shumë problematike, ka goxha pak kënaqësi, për shkak të gjatësisë së këtij politike më shumë se sa lidhet me politika të caktuara. Mendoj që duhet është i domosdoshëm rotacioni. Një mandat i 5 nuk është i dobishëm, ama ajo që e marr në pushtet dhe ajo që për cilën ata kanë një lloj admirimi është vetëm raporti i tij në arenën ndërkombëtare, pra në mënyrë se si ai imponohet për qëndrimet e tij. Mos harrojmë që kur ishte pjesa e luftës me Ukrainë-Rusi, Orbani ishte i vetëm që kishte qëndrim komplet të ndryshëm në të kundërt nga liderët e tjerë të Bashkimit Evropian. Dhe kjo bë që ti një leadership i fortë. Dhe që sot konsiderohet si deli azez e Bashkimit Evropian. Në fakt unë mendoj të kundërtën. Kjo i shërben më shumë president Vučić se sa unë nuk besoj që Orban mund të maksimizojë ndonjë përfitim politik nga kjo gjë. Është një akt jo signifikativ sa i përket politikës brendshme hungareze. Çfarë përfiton Vučić? Vučić përfiton pikërisht këtë. Vučić është në një situatë politike shumë të vështirë brenda vendit dhe nuk ja vlen që të hyjmë të analizojmë situatën që është në Serbi. Ne kishim një marrëveshje nënshkruar ndërmjet Kroacisë, Kosovës dhe Shqipërisë, të cilët me përjashtim të Shqipërisë, Kosova dhe Kroacia shihen si armiq, perceptohen si armiq në Serbi dhe ky është realiteti. Natyrisht që një aleancë e tillë shihet si një rrethim që i bëhet Serbisë në rajon. Dhe Serbisë i interesante dhe ka këmbgulur për një marrëveshje e tillë me Hungarinë në mënyrë që t'i kundërvihej pikërisht kësaj aleance. Natyrisht që kësaj marrëveshje të nënshkruar në Tiranë. Natyrisht që historia shkon edhe më përpara, sepse kjo është një marrëveshje që operacionalizon një marrëveshje të më përparshme. Pra kemi patur një marrëveshje të më përparshme ndërmjet Hungarisë dhe Serbisë. Por i gjithë diskuri i brendshëm publik në Serbi ishte për t'ju kundërvënë pikërisht kësaj aleance trepalçe që po krijohet në Ballkanin Perëndimor dhe në mënyrë të veçantë sepse brenda kësaj aleance përfshihet Kosova. Dhe kjo përbën një problem të madh politik në Serbi. Në këtë pikpamje, presidenti Vučić e dëshironte një fitore politike dhe kjo shpjegon edhe faktin që ai ka marrë pjesë vetë personalisht edhe në nënshkrimin e marrëveshjes ndërmjet dy ministrave të mbrojtjes, pra të Serbisë dhe të Kroacisë. Tani, sa i përket ekuivalencës ndërmjet Vučić dhe Orban. Dhe 4 minutat e fundit për ta mbyllur, kemi 4 minuta kjo fabul. Dgjoj, Orban është një personalitet i madh politika, nuk mund të krahasohet me Aleksandar Vučić. Në të gjitha pikpamjet, edhe në pamjet të intuitës politike, edhe në pamjet Jo, dhe duhet theksuar që atje zgjedhjet nuk viden. Edhe në pikpamjet absolutisht zgjedhjet fitohen, natyrisht që ka akuza nga më të ndryshmet për kontroll të medias e kështu me radhë, por votat numërohen. Nuk ka inxhinieri votash. Pra, votat numërohen. Dhe nuk vidhen siç vidhen në mënyrë të hapur në Serbi për shembull zgjedhjet. Pra, kemi të bëjmë me një vend demokratik i cili ka problemet e veta, kemi të bëjmë me një personazh
historik në politikën hungareze, siç është kryeministri Orban, politikani më i gjatë në Europë sot për sot, me një formim jashtëzakonisht të qëndrueshëm politik, dhe që ishte ylli i konservatorëve deri në momentin që Trump i erdhi në pushtet. Dhe ky është problemi themelor i Orbanit. Mendoj që në qoftë se Trump nuk do të fitonte zgjedhjet në Amerikë, atëherë ai do të kishte probleme shumë të mëdha me liberalët amerikanë, të cilët në aleancë me liberalët europian do ta përjashtonin nga politika. Në fakt, karrierën politike me sa duket po ja shkatërron ardhja e presidentit Trump në shtëpinë e bardhë. Pse? Sepse deri dje Orban ishte shndërruar në modelin e politikanit konservator, në starin, në yllin që e donin të gjithë konservatorët. Dhe Budapesti ishte shndërruar në i qendër të konservatorizmit botëror. Ishte personalitetet të mëdha amerikane që e kthyen Budapestin në shtëpinë e tyre të dytë e kështu me radhë. Tani që artikulimin e konservatorizmit, primatin e ka marrë presidenti Trump, atëherë kryeministri Orban del ai në thonjza Liliputi që është, sepse është përfaqësues si një vend i fare të vogël dhe të parëndësishëm. Është tashmë në hijen e Trumpit. Ai rrit aureolën kjo marrëveshje? Në këtë pikpamje, Orban ka sfida shumë të mëdha të brendshme politike që nuk lidhen në fakt fare me marrëdhënien me Serbinë apo me Magjari ka qenë në ky. Magjari, po. Peter Magyar, si mund të... Po Magyari i themin e këtu, dhe Magyarët në fakt, Magyar kujt i themin e? I themi... Në Dibër i thua në Gomarit. Jo. Magyar janë hungarezët. Po se shpreh këtu... Hungarezët Po, Magyari... Hungarezët në gjuhën e tyre thonë Magyarat. Magyar. Dhe ky ka mbiemrin rivali... Ky ka mbiemrin Magyar. Po në Dibër kujt i... Dhe më thon tani nga Hungaria, më dërgojnë mesazh nga Hungaria që më thonë po është e vërtet, Magyari është disa pikë para në sondazhe. Partia e tij e themeluar. Por ndërkohë vjen nga partia e Orbanit. Ka 2 vite ka gruar partinë. Nuk ka qenë në nivele të larta në partinë e Orbanit. Ka qenë pjesë e partisë Orbanit. Vjen nga me një traditë. Çfarë? Ky është nga ata globalistët, është liberal. Është liberal qendrës së djathtë. Dakor. E majta atje është dobët në Hungari. Nuk ka të majtë në Hungari, është shumë interesante sepse 3 partitë kryesore janë parti nga e qendra e djathtë deri tek ekstremi djathtë. Pra nuk e majta është pothuajse e shpartalluar si kanë shpëtuar Hungarinë. Prandaj është një vend i jetueshëm Hungaria. Është vend shumë interesant. Dhe është interesante sepse ky është një djalë i ri, vjen nga një traditë e një familje politike që ka patur role politike në Hungari gjatë gjithë kohës, dhe që me gjasat janë që në 2026 në vitin e ardhshëm të përbëjë një sfidë shumë serioze për kryeministrin Orban, ndoshta sfida e parë serioze për kryeministrin Orban, i cili ka fituar gjitha zgjedhjet e kaluara me distancë të madhe me aktorët e tjerë politikë. Sebastian, fjalë fundit, se jemi në moment të fundit. Kishe për ta mbyllur? Po, për ta përmbyllur... Në 60 sekonda, please. Po e mbaj në këtë lloj linje. Ne kemi 2 vatra rreziku aktualisht në Ballkan. Kemi Bosnjën, ku NATO është duke marrë masa preventive, po themi, ka çuar më shumë trupa, sepse aty është rreziku kryesor për konflikt. Kemi dhe Kosovën, ku janë duke u marrë masa proaktive. Kishme deklaratën e sotme të shefit NATO-s. Në këtë kuadër, për mendimin tim, aleanca mes Hungarisë dhe Serbisë është një aleancë e mirë, e cila shërben në paqen e politikës ballkanike, nuk ka interes nga Hungaria për tensione në Ballkan. Serbia aktualisht ka 25.000 ushtar, nuk është më ajo ushtria e përbindshme me 300.000 kur hyri në Kosovë, me 25.000 ushtar, me uljen e numrit të ushtarëve. Serbia ka probleme të brendshme shumë të mëdha, ka tensione në Vojvodim, po ta shohim aktualisht, nuk ka mbështetje popullore për të shkuar në luftë, dhe siç e thash dhe pak më herët, e vetmja mundësi konflikti është Bosnja, tensioni real. Luftrat dhe konfliktet nisin për 2 arsye: keqllogaritja dhe frika. Nëse ti e frikson sikur po e fut në cep, ai mund të kundërpërgjigjet për shkak të një lloji iracionaliteti. Kësaj, kjo lloj aleance midis një vendi të NATO-s, ku kontrollohet nga SBA dhe nga partnerët evropian, një vendi që e ka sankcionuar në kushtetut neutralitetin, aksi jon që shkon në një linjë gjermane, po e themi Shqipëri, Kroaci, Sloveni, Austri dhe Gjermani, këto lloj aksesh që përvijojnë në këtë lloj mënyre, ne e bëjmë për arsye sigurie kundër çështjeve të Rusisë. Serbia dhe Hungaria e bëjnë si mbështetëse të një linje
pro-ruse, po themi, sepse ato kanë më shumë përfitime nga ana e Rusisë, për t'i bërë presion Bashkimit Evropian për çështje të tyre politike. Pra Vučić i bën presion dhe për ta përmbyllur kam një pikë shumë të thjeshtë. Gjithçka do të varet nga Dodiku. Në kuptimin që kur të vi puna për ta shitur Dodikun, padroni vogël në Ballkan që është Vučići dhe padroni i madh që është Putini, do shohim një gjë shumë të thjeshtë. Çfarë do t'i kërkojnë BE-s dhe SBA-s? Kjo është dilli që se çfarë do të bëjnë ato në tavolinë. Kur të shesin mos hapjen e vatrës në Bosnjë dhe ky do të vi si personi që do të marrë gjitha fajet për gjitha problemet e Ballkanit, çfarë dilli kanë bërë të mëdhenj në tavolinë? Do t'japim këtë që ti vësh fajin, Ndërkohë, Sebastian, jam i qartë. Ndërkohë, jemi të qartë të gjithë me analizën tënde, po ndërkohë duhet të kuptojmë Dodiku, i cili ishte në Izrael, është në Rusi, në Moskë, a do kthehet më në Republika Srpska apo jo? Sa ti ka një vendim për ta përkosur? Po ja kërkuan, se këtë po mundohem të them. Jo, ma thuaj shkurt. Kjo është çështje e një. Ka vendosur mos kthehet më apo jo? Se ka shumë zëra i thonë nuk do kthehet më. Ai nuk ka pse të kthehet sepse shkon në burg. Dhe parat për mendimin tim i kanë nxjerrë jashtë nga Republika Srpska. Nuk ka rëndësi. Kjo është histori tjetër se shkon me parat. Do ta them politikisht. Po pra rusët kanë një vatër të hapur bashkë me serbët e mbajnë në Bosnjë. Amerikanët dhe evropianët do i thonë do ta mbyllim atë vatë. Takimi me Putinin sipas teje nuk ka asnjë relevancë në këtë rast, pra nuk ka asnjë mesazh. Tregon mbështetje. Pra ne e kemi bargaining power që quhet bashtin e kemi shumë të madh. Po deshe këtë, do na japësh diçka shumë të madhe. Çfarë i kërkojnë Dodikut rusët pra? Jo, si kërkojnë rusëve, i kërkojnë amerikanëve. Se amerikanët janë ato të interesuar për paqen në Ballkan. Pra, është një shenjë kjo, është... Vetë takimi, pra pritja e Dodikut nga Putini është thjesht kthimi një nderje. Në kuptimin që Dodiku ka qenë një lojtar besnik i Rusisë. Është qok, thua ti? Është qok. Sepse, dhe këtu do mbetet për të parë. Mbetet për të parë, nuk e besoj që është qok. Dodiku do arritë të kthehet në Bosnjë-Hercegovinë, atëherë do përbëjë një sfidë shumë të madhe për Bosnjën. Nëse ai nuk do të arrijë të kthehet, atëherë është një fitore e madhe autoriteteve federale. Ne nuk dim se ç'do ndodhi, po për ta mbyllur këtë fabul, për t'i vënë në një mënyrë pikën për momentin, është që në këtë jaltë që pritet të zhvillohet, pra në këtë ndarje në këtë shkartisje të hartës botërore, ne nuk dim ç'do ndodhi. Në këtë moment ne po shohim thjesht shenjat e para. Dodiku, Putini që pret Dodiku në Moskë, për mua është një shenjë që në qoftë se ndodh diçka dhe në qoftë se do duhet të rihapet dhe njerë një luftë në këtë rajon, kjo është një shenjë. Në qoftë se është thjesht blluf, mos harroni që janë bisedimet në Arabinë Saudite midis amerikanëve dhe për punën e Ukrainës. Është fiks shenjë sepse më i fuqishmi në Ballkan që është Vučići, ai është më i fuqishëm në Ballkanin perëndimor, nuk shkon në Rusi. Pra nuk ja shkel do të syrin kollaj. Në këtë kuptim... është një lloj proksi kjo pra, dërgon Kjo është një lloj proksi. Ka që thjesht. Nuk besoj. Nuk është shumë. Me datë mentor, ne do jemi prapë këtu për ta diskutuar, sepse ne nuk dim tani. Dodiku është një aktor jo relevant. Dhe nëse do ketë një... Ai nuk është relevant, por ai mund të jetë... Ai mund të jetë pika ujit që derdh gotën. Nëse do ketë një jaltë 2-0, Dodiku me siguri do jetë i fundit që do e marrë vesh. Në këtë pikpamje nuk shon ndonjë relevancë të tij në çështjet e Ballkanit perëndimor. Nuk ka as kapacitet për të shkaktuar luftë. Në rasti për Vučićin, marrëdhënia ndërmjet Vučićit dhe Putinit nuk është ajo marrëdhënie që shumica shqiptarëve mendojnë që është. Dodiku i dha 50.000 vota Vučićit në zgjedhjet e kaluara. Ti e di këtë apo jo? 50.000 vota, do të thonë 50.000 njerëz. Ti e di se ç'mund të bësh me 50.000 njerëz në Ballkan? Tani këtë po e them thjesht për bisedë. 50.000 vota në strukturën elektorale serbe nuk janë një sasi e madhe vota. Sa që duheshin, për një zonë theksuar, nuk ka rëndësi. E dyta, ka patur gjithmonë tensione ndërmjet Dodikut dhe Vučićit. E treta, Vučići ka marrëdhënie të qëndrueshme me aktor politik perëndimor. Në Bruksel. Edhe kjo qëndron. Debati ishte hapur gjithsesi, do të kujtoj që ne ndoshta do arrim sonte, po jo tani me njerë, pak më vonë, sepse unë nuk e di a ka dalë Trumpi apo jo në ka dalë, është konferencë. Dhe nuk e di se kur do marrim info, sepse pritet Trumpi sot, gjithë dynjaja, gjithë bota në fakt po pret Trump. Është duke i lexuar në fakt. Është duke i lexuar. Ne s'mund të themi asgjë që ta di unë, do hapim pasi të bëjmë një pauzë, do hapim. Okej, do flasim gjatë pauzës. Gjithsesi le të bëjmë një xhiro në East Side Residence që kemi këtu.